okay. Okay. Atëherë, përshëndetje edhe njëherë nga Kajzerau Sport Center, në Kamen, Kamen bazë të kombëtarëve shqiptare. Jemi në këtë komunikim të radhës me mediat. Sot kemi të ftuar mbrojtësin me eksperiencë kombëtare Selçerit Hysa, i cili do të jetë para gazetarëve dhe do të përgjigjet pyetjeve tuaja. Për të mos humbur shumë kohë, ne do të fillojmë me herë me pyetje për Hysen, atëherë fjala për Erion Todhek, TV Klan. Përshëndetje Elsi, përshëndetje të dyve dhe Fationi. Këto ditë kanë qenë pas ndeshjes bishore me Azerbajxhanin, besoj se jeni përkushtuar më së shumti anës fizike në stërvitje dhe asaj taktike, fizike për të qenë sa më në formë dhe taktike për të përshtatur më mirë kundërshtarit, apo jo? Po, përshëndetje herë. Kemi punuar me të vërtet shumë fizikisht dhe nuk është se kemi qenë 100% shëndeton në të dy ndeshjet miqësore. Po normal që do ishte kështu sepse unë donte që të veshim pak peshë dhe forcë në kamp para se të fillojmë të përgatisim ndeshjen me Italinë dhe të tjerat me radhë. Dhe po në atë mënyrë që bëjmë ne shkoi mirë sepse treguam që jemi në një formë të mirë, jemi mirë taktikisht në fushë dhe thjesht posteritemi sa më shumë që të jena akoma më gati për ndeshjen e radhës. Okej. Po dhe një pyetje tjetër? Në këtë kuptim, cila është ajo pjesë taktike ku po stërviteni gjatë këtyre ditëve për ballën e parë? Ku i keni mshuar më shumë? Ku është vend theksi në stërvitje? Po, theksi nuk është se është vend vesh një pikë, po sërisim gjithë grupin që t'jemi sa më kompakt në fushë bashkë dhe mos lejmë shumë hapësira për kundërshtarët, për kundërshvulme ose për të luajtur shumë topin në mes neve, kështu që jemi thjesht po punojmë në kompatësinë tonë, mes fushën tonë dhe t'jemi sa më afër njëri tjetrit dhe mos lejmë hapësira të tjerëve kundërshtarë. Po pyetje për ke tjetër, Erion? Po, edhe një fundi nëse më lejohet. Po, okay. Neve alibinë kemi përballë të tre skuadrave shumë të forta, Italia, Spanja, Kroacia janë shumë të forta, por gjithsesi a e mendoni dhe juve që në fundit ne nuk kemi gjë për të humbur, s'kemi presion, edhe do bëjmë lojën tonë ashtu siç e keni kërkuar dhe e keni bërë edhe në gjatë kualifikueseve me ritëm dhe me mentalitet fituesi deri në fund dhe mbi të gjitha me mentalitet si të barabat kundër çdo kundërshtari. Normal që janë tre neshe me të vërtet shumë forta dhe tre neshe shumë bukura për të luajtur në një kampionat evropian siç është ky. Dhe unë e kam thënë një gjë gjithë çunave që duhet ta gëzojmë të evropian, sepse nuk e dihet se ç'a mund ndodhi, si mund të shkojnë gjërat pastaj mbas kësaj kombëtare. Kuptohet që ndoshta nuk do thirret janë gjërat të futbollit, po duhet ta gëzojmë dhe këtë evropian. Dhe duhet jemi koncentruar dhe të kemi besim të vetvetja, si në kualifikimin që thënë edhe ti. Në kualifikimin nuk është se të gjithë pritëshin atë ecjet tonë të madhe, po ja që ne treguam që mund bëjmë gjërat të bukura të mëdha dhe mund të jemi, siç them gjithmonë, mund të jemi një nga surprizat e këtij europiani. Dhe shpresoj që të jetë ashtu siç e mendoj edhe unë, jemi gjithë të qetë, jemi të sigurt në vlerat tona dhe e dim që kemi kundërshtar me të vërtet fort përballë, po siç thotë në futboll, një top është dhe mund ndodhin gjithçka. Jurgen Zela, Supersport. Përshëndetje Hysej, do doja dija nga ju opinionin se i takon Italisë, e cila në dy ndeshjet miqësore ka shënuar vetëm një gol dhe në një farë mënyrë konsiderohet si skuadra e cila në aspektin e cilësisë është nga më të dobtat. Si është e kundërshtarin që kemi përballë, duke qenë se edhe një pjesë lojtarëve i njeh ke patur mundësinë që të përballesh me ta gjatë kampionatit në Serie A. Përshëndetje. Italia, unë i kam pa dy ndeshjet miqësore që luajti Italia dhe duket nga jashtë sikur the edhe ti që është një skuadër që ndoshta është në vështirësi dhe po i mungon goli, po nuk është ashtu siç duket. Unë e njoh Italinë, kemi pa edhe në Eurot e kalume që gjithë po thoshin që Italia nuk arrin askund dhe në fund arriti të fitojë Europianin. Ne duhet të dimë që Italia është një skuadër shumë e fortë, ka individ fort, sepse unë kam luajtur kundër gjithëve gati
Se ai kam dhënë në skuadër dhe ja di kualitetin që kanë lojtarët dhe thjesht duhet ta marrim seriozisht sepse nuk është ashtu siç duket, siç po duken në miqësorët Italia. Okej, edhe një pyetje Jurgen? Po, do doja dija pak nga Hysaj, çfarë ka diçka më tepër kjo skuadër krahasuar me ekipin e 2016-s, je ti së bashku me shumë pak lojtarë, Berisha, Abrashi, të cilët kanë qenë edhe në edicionin e parë të Shqipërisë në kampionatin evropian. Çfarë do të presim më tepër në këtë edicion, pavarësisht kundërshtarëve, por në opinionin publik me më shumë kualitet kemi shkuar në finalet e Evropianit? Po, janë dy gjëra të ndryshme. Në 2016 është ka një skuadër komplet tjetër, një lojë komplet tjetër dhe gjithë lojtarët kanë pas gjëra të ndryshme nga njëri tjetri, kualitetin që kanë tani. Tani thjesht është hera dytë për mua dhe Berishën e Abrashin dhe e dim që nuk është se ne mund të jemi ato që ishim herën e parë që themi, "Okej, kemi ardhur këtu dhe këtu ka marrë puna jonë." Tani e dim që mund të bëjmë më tepër, duhet ta dim që po hupëm, nuk është një gjë e mirë, nuk është se thjesht do hupim Italinë dhe thojnë njerëz jo, hupëm Italinë nuk është një problem. Për ne është një problem, unë kam thënë këtë gjë që duhet të jemi më serioz, ta dim që mund të kalojmë grupin, siç mund ta kalojnë Italia, siç mund ta kalojnë Spanja, mund ta provojmë, duhet ta provojmë se s'ban, që ta thojmë pastaj në fund të Europianit thojmë, "Okej, kemi dhënë maksimumin çuna, jemi të qetë me njëri tjetrin dhe po dolëm jashtë të shkojmë me kokën larg, jo të shkojmë sikur na mungoi diçka për të arritur qëllimin tonë." Okej, Drilon Xhabollari, Ora News, lutem pyetje. Përshëndetje Elsit, përshëndetje Fatjon. Fakti që luani prej vitesh në Serie A dhe gjithashtu dhe disa kolegë në repartin e mbrojtjes, e bën më të thjesht për ju fakti që jeni përballur me këta lojtarë i njihni mirë cilësitë e tyre dhe do të përballeni me Italinë. Dhe është krijuar dhe një ide sikur ne do ta kemi shumë të lehtë me Italinë, po ju personalisht si e komentoni këtë fakt? Përshëndetje. Unë e njoh, si thash edhe përpara, jemi shumë vetë që luajmë në Itali dhe njohim njëri tjetrin, po nuk është të thënë që njeh një lojtar dhe mund ta ndalosh gjithmonë. Po normal që jemi i avancuar në atë fazën që e din ç'a mund të krijojnë në lojtar, e din ç'a ka atë gjën më të fortë ti. Dhe mua nuk pëlqen ajo fraza që kam dëgjuar unë shumë kohë, që ne na të favorizuar më shumë se Italia ose Italia nuk i ka lojtarë të fortë. Unë jam që Italia është një ndër skuadrat më të forta që ka në Europë, gjithë mund të thonë, mund t'i duket çudi, po si thash edhe herën e kaluar. Është Italia Euron e kaluar fitoi kështu. Gjithë po thoshin që do hupte në fund, arritin finalen, fitoi Europianin edhe shkojnë shtëpi me gjithë kupën. Kështu që nuk duhet kurrë që të mendojmë që unë jam më mirë kur më thonë ne jena më të favorizuar, jam më dakord, sepse edhe neve na vjen më presion, më bukur për ne, besoj. Për mua është më bukur kur dikush më thotë jo s'do arrini kur jeni në skuadër me kote. Okej, ajo është më bukur sepse kur ti bën surprizën, ato se presin dhe do bin presion ato pastaj. Jo që ne mendojmë që jena më mirë si Italia ose më mirë si Spanja ose më mirë se Kroacia. Ne e dim vlerat tona, e dim që mund të arrijmë gjithçka, kemi arritur me Polonin, kemi arritur me Çekin, kemi bërë shumë bukra, e dim që mund të fitojmë dhe kundër skuadrave të forta. Ajo është rëndësia jonë që ta kemi besimin vetvete që mund të arrijmë. Pastaj futbolli siç i dihet gjithmonë është 1 minutë që mund të ndryshojë ndeshjen, nuk i dihet kurrë. Eltit, Gazeta Prestigioze AS pak ditë më parë bëri dhe një tip analize për performancën e Shqipërisë në fitoren me Azerbajxhanin, por në tërësi edhe pikat e dobta dhe të forta të saj dhe duke u ndalur tek pikat e dobta është krahu i djathtë në tërësi. Mbrojtja ju si do ta komentoni këtë deklaratë dhe çfarë kuptuat nga ndeshja me Azerbajxhanin dhe veçanërisht minutat e fundit të saj, ishte një neglizhencë, ndoshta fakti që shënuam 3 gola dhe ul pak ritmi? Po, si thash përpara, ne kemi punu shumë fizikisht, kemi bërë gjithmonë dopjole në stërvitje, kemi fut shumë mbrapime ose forca në kamp tonë dhe normal që minutat e fundit do ishin pak më të vështira për ne për ta mbajtur më mirë ndeshjen në ekuilibër. Po ajo ishte miqësore faza që duhet servitesh dhe ta provosh veten njësoj si lodhën, si pa lodhën ato miqësore dhe ne bëm mirë, unë jam i kënaqur me ato që bëm. Pastaj me punën e gazetave që thonë që unë krahoj djathtë ose mbrojtja e djathtë është më e dobët, mu ban gati 12 vjet që luaj në Serie A. Unë e di potencën time, e di ku gaboj, sepse duhet ta dish dhe kur gabon njëri. Unë e di gjitha gjërat që unë gaboj ose e bëj mirë, po di që edhe këtë Europian unë besoj që do jem më së shumti i koncentruar se gjithë tjerë sepse kuptoj edhe di se janë këta ndeshjet e forta me të vërtetë.
Dhe shpresoj që t'jap maksimumin për këtë fanelën, se për këtë vi këtu, nuk është se vi për pushim ose bëjt luj keq ose të tregoj veten time në mënyra të këqija. Unë me të vërtet vi për të tregu maksimumin tem, të bëj më të mirën, t'i ndihmoj lojtarët nëse mundin t'i ndihmoj, nëse s'mundin t'i ndihmoj, si gjithë tjerë ne dim që në kombëtare mund të rritesh, mund të rritesh, mund të lush, nuk mund të lush, por gjithmonë duhet bësh pjesë e një familje dhe t'japësh kontributin tënd si jashtë, si brenda dhe në momentet të këqija dhe në momentet të bukura. Ne kemi kaluar këta momente, tani jemi në momentin e bukur dhe duhet thjesht ta gëzoj dhe ta shijoj këtë Europian. Okej, Ernest Koçi, Report TV. Elzejt, përshëndetje, në fakt për i referohem diçka të shkruar sot mediat italiane, Sport Mediaset, ku thoshte që ndeshjen e parë Italia duhet ta fitojë me patjetër, pasi le të themi që është edhe një bilet për të kaluar grupin. Ndoshta si një nënvlerësim, nëse keni një koment për këtë. Përshëndetje. Edhe për ne Italia është një pikë kuqe për me kaluar ne grupin siç mendojnë ato. Po ne nuk duhet që ta tregojmë me fjalë, duhet ta tregojmë fush kur futen në fush, që të tregojmë që ne jemi gati për çdo ndeshje dhe që me të vërtet po kërkojmë që i dojmë ato pikë dhe ne, nuk është se ne vim këtu për na i marr pikët. Ato pikë janë taskujt, pastaj do shohim kush ta arrim i pari të marrë. Edhe diçka tjetër, shoh që flitet shpesh për humbje ose fitore, po besoj Shqipëria mund të jetë e kënaqur në këtë ndeshje të parë edhe me një pikë. Normal, rëndësia është që mos të hupesh në të grup. Po së hupe, Portugalia me 3 pikë kaloi 2016, kështu që duhet të kesh besim gjithmonë. Mjafton mos t'i humbësh pikësh, 1 pikë, 3 pikë, më mirë një se sa asnjë. Okej. Nëse mundem edhe diçka tjetër, sot ka qenë stërvitja e parë për përgatitjet për ndeshjen me Italinë, nuk e di si e ka pritur grupi, a ka patur diçka ndryshe nga si me ditë të tjera, pasi ju po qëndroni bashkë për shumë kohësh, po sot le të themi që është ajo dita zyrtare për përgatitje. Jo, normal që besoj që kemi bën një ndrim mendje, sepse ato ishin përgatitje përpara ishin më të relaksuar. Tani me të vërtet po afrohet ndeshja dhe nuk është se jemi ato tipa që qeshim ose luajmë gjithë ditën. Tani kur shkojmë fush jemi më të koncentruar, bëjmë gjërat më mirë sepse me të vërtet duhet me hinë mood të europianit tani, nuk kemi më kohë të kalojmë me gjëra kot. Okej, Kristi, ke pyetje? Së në gjëmë Kristi. Atëherë, Burhan Beluli, TV Spektrit, lutem. Po, përshëndetje prej Luginës Përqevës. Unë e kisha një pyetje për Elseidin. Elseid ke qenë pjesë e kombëtarës në vitin 2016. Nëse krahasohet grupi lojtarëve dhe harmonia brenda ekipit atëherë dhe tani, çfarë mund të ketë ky grup që nuk kishte ai 2016-as apo Anaspiata? Përshëndetje. Unë nuk është se mund t'i ndaj me të drejtën, sepse kam kaluar shumë momente të bukura me 2016-ën, me atë grup, me atë lojtarë, me gjithë kualitetin që kishim në atë kohë, që për pak ishin duke edhe kualifikuar, duke kaluar grupin, po ja që s'ndolli. Me këtë grup është përsëri është si një familja, kupton, unë po gjinem me vërtet mirë, gjithë çunat e ri janë angazhuar shumë mirë me ne, me gjithë ne janë, siç po shihni besoj edhe ndeshjet e kaluame, kemi filluar që të kuptojmë më shumë bashkë, kemi më marrëdhënie në fushë, si dhe jashtë fushë dhe është një grup me vërtet fantastik, unë shoh gjithë çunat janë kënaqur, jemi gjithë bashkë për një mendim, si herën e kaluam në 2016, jemi një familje, gjithmonë Shqipëria vështirë që më ndryshu. Okej. Pyetje tjetër nga gazetari shqiptar? Atëherë, do të jap fjalën gazetarit të Sky, Ricardo Re, për t'i drejtuar Elsit pyetje, i cili do të përgjigjet gjithashtu në italisht për publikun italian. Riccardo, la parola a te. Buongiorno a tutti, intanto sarà un piacere e un onore per Sky Sport Italia seguire anche il cammino della nazionale albanese in questo europeo, saremo lì con voi già nei prossimi giorni. Abbiamo visto una grandissima accoglienza alla vostra nazionale in Germania, ci saranno tanti tifosi al seguito. La prima domanda, e chiedo cortesemente appunto se si può rispondere in italiano. Sì, vai. Come sta andando il vostro percorso di avvicinamento alla prima partita contro l'Italia? Come state vivendo questa esperienza? E visto che ci sono tanti giocatori che giocano in Serie A, se avete fiducia. Ciao, buongiorno. Sì, è stata una grandissima accoglienza, ma questo noi albanesi ce l'aspettiamo perché siamo molto amanti
della nazionale e dei giocatori e si è visto pure nel 2016 che è stato veramente tutto rosso e sarà rosso pure stavolta contro l'Italia, penso, allo stadio. E stiamo vivendo bene perché siamo una squadra giovane con giocatori importanti, sappiamo la nostra qualità, sappiamo le qualità dell'Italia che non è che si possono nascondere e bisogna solo essere tranquilli e non fare pazzie nel campo perché poi l'Italia è una squadra che li può sfruttare e dobbiamo stare solo compatti e fiduciosi per questa partita. Perfetto, grazie. Ti chiedo anche se hai visto le amichevoli dell'Italia e hai visto se ha qualche punto debole. Qual è il punto debole principale? In Italia si parla molto della mancanza di un centravanti. C'è Scamacca che ha fatto bene nell'ultimo tempo, c'è Retegui, ma sono attaccanti che non hanno segnato tantissimo e ti chiedo se può essere un vantaggio per la nazionale albanese il fatto che il CT Spalletti non abbia convocato il tuo compagno di squadra Immobile. Sì, allora punti deboli ce l'hanno tutte le squadre e noi non è che sappiamo di preciso qual è quel punto debole perché sennò sarebbe stato facile per tutte le squadre vincere le partite, ma sicuramente cercheremo di trovare qualche debolezza della squadra e penso che quello penserà il mister attraverso le partite che abbiamo visto e ce lo dirà lui. Poi manca un centravanti, è difficile dire che manca, però io so che il nostro bomber da Lazio quest'anno non è andato benissimo, però lui è un grande professionista e per me è un campione, quindi sicuramente mancherà quell'Italia perché è uno che ha il fluido del gol e quando è lì davanti alla porta è difficile che sbaglia. Quindi mi dispiace che non ci sia anche lui perché me l'aspettavo di giocarci contro, però faremo tutto il possibile di fermare gli altri attaccanti che c'hanno. Okay. Grazie mille. Grazie Ricardo. Kemi pyetje tjera ndërkohë nga media shqiptare? Krist, po? Po. Kristi Seatlari, Panorama Sport. Përshëndetje. Përshëndetje kësaj. Luani Europian e dytë në karrierë. Dua të pyes çfarë ka ndryshuar nga ai hysa i 2016-s? Po, ka ndryshuar se kanë kalu vite me shumë eksperiencë, me shumë gjëra në kokë dhe besoj se këtë herë, si thash dhe përpara, nuk është se kemi ardhur këtu për kalu kohën ose për të thënë që nëse humbim një ndeshje, ti jemi i kënaqur. Këtë herë unë nuk jam i kënaqur me humbje ndeshjes ose me pak bukë, du bukën e madhe unë. Du që ta shfrytëzojmë maksimum me gjithë të skuadër dhe mos mesim sikur thash në fund me mendjen që jo po s'dha me maksimumin. Unë kam kënaqësinë, ti them quna që në 2016 unë kam jetuar si një ri shumë. Do të thonë që kam ikë aty edhe ishe shumë i kënaqur. Po jo se po mendosh që mund të arrijë më nej. Këtë herë unë du që të arrijë më nej sepse është akoma më bukur. Unë di sa bukur është lufta ndeshje, do shikojnë dhe ato vetë ndeshjen e parë që do japin karikimin e duhur besoj për të na qullë më përpara. Dhe shpresoj që gjithë ne të kemi atë urrëtitjen që duhet me ikë edhe më parë të shohim çfarë mund të kenë te dera dytë. Okej. Meqense edhe një fatim fundit, meqense e prek e faktet e tij. Mund ta pyes vetë për drejt, me cilën arritje mund të themi që kombëtarja i ka kaluar pjesëmëritë? Edhe pse kundërshtarët janë shumë të fortë, normal di. Arritja e Shqipërisë duhet të jetë që nëse ne do kryjmë të Europian me 3 ndeshje, duhet të jetë që në mas ndeshjeve të paktën gjithë Shqipëria të na dojë njësoj dhe të na durar trokasi. Ajo rëndësi, si kalon grupin, si s'kalon grupin, duhet që të jetë jemi gjithë të kënaqur dhe mos shkojmë pastaj në për shtëpia me kokën ulur. Duhet që të jemi krenar gjithë për ato që kemi bërë, si në humbje, si në fitore. Okej. Pyetje të tjera besoj nuk ka. Kjo ishte e fundit. Unë falenderoj shumë për praninë në këtë komunikim të radhës. Ndërkohë ju ftoj si gjithmonë të na ndiqni në kanalet tona zyrtare për të informuar për programin mediatik dhe stërvitor të kombëtares. Në çdo ditë ndërkohë sot skuadra do të ketë edhe një seancë stërvitore në ora 5 pasdite, pra po në Kajzerau dhe nesër pastaj do t'ju njohim me programin e ditës radhës. Ju faleminderit shumë dhe